Coptimi I tokave bujqësore, sfidë për bujqit dhe komunitetet rurale. Si është struktura momentale e ekonomive bujqësore në vend? Madhësia mesatare e një ekonomie bujqësore është një presje 62 hektar e coptuar në 5 ose më shumë parcela me madhësi individuale midis 0,25 dhe 0,6 hektar, me një distancë midis tyre prej 500 metra deri në 2 kilometra. Madje më së shpeshti janë në forma të parregullta, që e komplikon përpunimin e tokës dhe përdorimin e mekanizmit modern. Infrastruktura jo adekuate bujqësore, rrugë deri në arat të cilat kalojnë nëpër toka bujqësore, sisteme të vjetra ose inekzistente për vaditje dhe kullim e vështirësojnë prodhimin bujqësor. Për pasojë, bujqit ballafaqohen me vëllim të kufizuar të prodhimit, shpenzime të larta transporti dhe prodhuese, të ardhura të kufizuara nga veprimtaria bujqësore, mundësi të kufizuara për aplikimin e teknologjisë bashkëkohore, vështirësi për realizimin e planeve zhvillimore. Njëri nga instrumentet më efikas për zgjedhjen e problemeve me strukturën e tokës bujqësore është konsolidimi I tokës. Bëhet fjalë për një proces të grupimit të parcelave të larguara hapësinore toksore në një ose disa, në sa më pak lokacione në krahasim me gjendjen fillestare me qëllim të zmadhimit dhe optimizimit të resurseve toksore në dispozicion. Parcelat e zmadhuara të sapo formuara kanë formë të rregullt, qasje në rrugë dhe qasje në sistemet për vaditje dhe kullim. Përfitimet kryesore për bujqit. Zvoglimi I shpenzimeve për përpunimin e tokës, rritja e të ardhurave dhe profitabilitetit sipas 1 hektari toke përpunuar. Parcelat më të mëdha toksore e mundësojnë aplikimin e mekanizmit modern bujqësor, si dhe të teknologjive prodhuese, mundësi për përmirësimin e infrastrukturës rurale në përputhje me nevojat lokale, ndërtim të rrugëve deri te arat, si dhe të sistemeve për vaditje dhe kullim. Mundësohet menaxhimi qëndrueshëm me resurset natyrore. Procesi ndihmon në zgjidhjen e problemeve me regjistrimin e tokës. Përveç kësaj, parcelat e konsoliduara mundësojnë lëvizje të reduktuar me mekanizmin bujqësor jashtë prej arave, që çon në siguri më të mëdha në rrugë, rritje të efikasitetit të aktiviteteve bujqësore, e që nënkupton shpenzime më të vogla për karburant dhe më pak ndotje të ajrit në mjediset rurale. Konsolidimi I tokës bujqësore zbatohet me sukses në vendet evropiane më shumë se 100 vjet. Konsolidimi e përmirëson efikasitetin e aktiviteteve bujqësore dhe me këtë kontribuon në drejtim të konkurrencës së përmirësuar të ekonomive bujqësore.